Kryetari i komunës në Preshevë shqipërim arriti ndalesat ligjore për themelimin e vendeve të reja të punës në administratat komunale, i cilëson jo të drejta. Ndërkohë që sipas tij, kërkesat për shërbime në të gjitha sektoret e administratës janë të mëdha. Kemi nevojë në gjitha shërbimet për punëtorë të ri, nuk bëhet vetëm fjalë për kabinetin tim, por bëhet fjalë në komplet shërbimet e administratës komunale, dhe kështu që na jena në negociata, jena në qartësim më sipër. Arifi ka fajsuar edhe qëndrimin për bojkotim të regjistrimit të popullatës në vitin 2011, rezultat që është marrë si bazë për përsaktimin e shërbyesve nëpër administratat komunale. Ndërkohë ai është optimist që rezultatet e vlerësimit të popullatës të realizuar gjatë vitit të kaluar me ndërmjetësimin e faktorit ndërkombëtar do të ndryshojnë edhe kufizimet në fuqi. Mendoj që kena një bazë tani, sidomos me vlerësimin e popullatës në vitin 2015, me të cilën ne mundemi të negociojmë, thjesht ka qenë një neglizhencë ose ti themi një ngurtësi nga pushteti i mëhershëm lokal këtu, që nuk ka pasën afinitet për të negociuar këtë çështje për shkak të ngarkesës të pikpamjeve nacionale dhe nacionalistike. E kështu që kjo ka qenë pak problem, ne nuk e kena këtë ngarkesë dhe negociatat janë duke ecur, edhe shumë shpejt si e thash më herët do të kemi rezultate të para. Lugina e Preshevës prind me numrin më të vogël të punësuarve në sektorin publik në tërë Serbinë. Mos ndryshimi i masave restriktive qeveritare për themelimin e vendeve të reja të punës ndikon negativisht edhe në funksionimin normal të administratave komunale, vlerësojnë udhëheqësit e